Namazi, vallai, kismet inshallah, njetë, po qështu njëri vallai në sfalën. Mas 2 mujëshe, po falet. Alhamdulillah, qau po, kum po dekën me sy. Kum bo ndeshje, alhamdulillah që Allah më shtoj, apo se kam prun xhami shartët, e ka prun xhami kush? Kerri. E ka po dekën, pse? Që atje u dhe zimani ato. Andaj duhet me dhe zimanin pa u përplas. Mos prit më rrug dikun me dhe zimanin, po dhe vetë me dije, me angazhim. Andaj ka njerë që kanë iman, po s'është funksional, nuk është i ndezun. E ka sprovja dhe zimanin, i dhezët. A qëto sharti i ka pas të përpara, kur që më shumë s'ka besu. Edhe qatë namaz e ka besu që e farz, po pse tash është funksional? Pse një rrethane jashtme e ka ndezë, e ka bu imanin funksional. Prandaj të ndërozër, kjo është mirë, po zban me pritet rrok në dikun se nështë rrokja që ty të vedison, është rrokja me melekun e dekës, mas cilës unë kthejesh më hapëton. A i bën deshje dhe me të bën, se a i të rrok befas, s'pret ty për të ka dalë, në shpejtësin se jem të alë me ta morë shpirtin. Po a kia ti në shpejtësi të ngajt për dënjaj dhe ta merë shpirtin, ndeshesh me ta. E ndeshe me ta, po të këndel, vallaj të vedison fart, ama vonë. Prandaj, vedisohu pa përplasje, pa goditje, ndeze edhe funksionalizoje imanin zemër që ki. Ti beson në Allah në gjellë vala, po, mirë, kjo Allah që besojnë ta, qka kërkëm për meja, a kom në i bërgjë dhe tia, du dhe qka me mua. Unë i besojnë ditë gjykimit, po, ki me dalë për lavë me dhe logari. Ani? Që shë e bënë këse punë, kur të vetë Allah, pse e bëshë e këtë punë e pse këta? Vallaj s'di. Po nuk o kjo punë s'di, Allah. Po quë për vini mungë të merë abdese, quë le këtë punë, bëne këtë punë, që shtu të